në rënd ku përfshua autobusin në cilin ju po udhtonit nga Gjermania për në Prishtinë. Po. Të ftoj që të bësh efort dhe ta ndjekim së bashku. Okej. Prej ditës që nuk jam është tu se mu ka fik një dritë një jetë. Jena njës me autobus, të shkon në Kosovë, edhe nuk e di do më thonë, kur nuk kena pas rrugë ma të gëzushme. Edhe jena kur shumë të lutë. Kanë këty njerës e kanë keshe. Dhe që shmenzi për që me mri edhe dhe kur u buvuan e këna flet në gjumë. Me nëse 5 korekt, ora 6:20, veç ku di njerës të vërtit edhe veç e qova krytë dhe e ku një erë shumë të keqë. Nuk e di do me thonë asë nuk e ku di qka o ku të u bo edhe nuk e mojnë man qysh jam dalë për autobusit, për që mojnë man ku jam dalë qës jam ku krejt vetëm edhe vike jera si gjaket. Kur e ku po që e ka motrën e madhe më hek një dertë, shko zot, shqyr, për tani më nga i ke mami edhe motra tjetër. Për ndrysh babi edhe vlog që në Gjermani na jena ku veç mame motrat. Jena kun të i kërkue mas nej. E ku po kamen e mamit edhe i ku të regu motrat. Andaj, jam dojnë rrug me thirë babin në telefon, se e gjeta telefonin e mamit në rrug. Edhe e ku thirë babin. E ku thirë babin, kena pos aksident, edhe më duke. Mami nuk ashtë, dhe sa që për litën s'po dhije. U shqetsu babi, u qu prej gjume, edhe u nis me ardhë në Kroaci, ku ka ndodhë aksidenti. Mandej, e kemi ditë për mamin në vend në gjarje që ka ndru jetë. Ajo kun veç e ditur, pamjet se. E për motrë nuk i kena ditë halo se jo në autobus edhe ja po veç kom, do me thonë. Edhe kena mojtë shumë shpres që mos ka pështu. Për ndrysh, unë nuk jom kone lendu me as pak. Thjesht veç një spirë më ka ngu në kam. E motra madhe, motra si ka lujt kuka. Ajo kone lendu me. E kur ardhë babi të me thonë, nuk për gjaja po që e ka po. Në ka përqove, në ka thonë që qërë se keni pështu. Në shumë halot për shpresu mëse ka shpresë për motrën. Ajo shpresë nuk në ka zganë shumë, sepse kur e kanë thirë babin me vërtitu. Ajo nësë janë, do më thonë, ajo kun. Hera por jetën të me që e ku po babin në këtë gjendje, nuk e di të më thonë, nuk e ku po kur ashtu të dalë pe vetës të kaj. O kun shumë keqë, edhe nuk... Mbasi ka dek mami bashkë me motrën e nuk kun jeta shumë eftoft. Edhe...
shumë e vështirë se... Shpresoj që më krenarë të më ngon mami, më ngon motra. Si di shumë shpesh i thamë Zotit, Zot pse po më ndodhin mu këto sënës. Më ngon ajo ndjes më këthy bëj shkolla po bëj punën shpe dhe me gjithë shpinte që shplot gëzim. Mami jam o kun shamli më i madhe dhe është ala për mu. Une, veç me mujt me kohë që ka si mami jam, une jam shumë mirë. E motra e ku pas shumë yll, ajo ku shumë e sjellshme, edhe shumë e dashur. Ajo ku pjesa jam më e mirë, ajo ku versioni jam hala më i mirë. Edhe sa që kisha diçka natën, ose si merë këtë gjumë e lejsha qut ato, kurse ajo kishte punën e veç kisha më shku në shkollë, edhe e lejsha ato natën qut, të janë ngarku kryt me gjonat bëdave. Ja ka meritu ajo me jetu, me jetë ma gjodja kush. Në nërzia nuk po të heke kur, po veç vekësh do vjetë të shtu ma shumë. Tu rritë, tu kërku mamin hala ma shumë. Une vetë mësë më desht me jetu, kisha jetu për hatër të babit, hatër të vlant, për hatër të motës. Unë jam shumë të familjarën, vdes për babit. Do me thonë, ajo është pika jam e topë. Mësë është i babi mrekullushëm, babi ti karo. Me kone, edhe bab, edhe mam, edhe kom qef veç me bu më di krenarë, sepse më ndaj që ja merito babi, ja kush. Unë mas aksidentin ja një vjetë, ne jom ardhën vete, ja kom lisën me pa andra, nuk e di, do me thonë, jom kun shumë keqe dhe o pasha zotin nuk e di, do me thonë, gjithë shka kësha jem, veç me mujt, atë, o veç dy sekunda mik, me mujt mik si veç erën mja o njëse ju as, nuk e di, do me thonë. Shumica njerëz më thujnë atë ma, sa, thujnë që jam shumë e fort, për fakt nuk e di, do me thonë, më ka shti jeta me zonë më po e full. Eliona, Por ta. Po ju një darë. të them të bëhesh e fort. Unë e di që ti je bërë vajzë e fort. Por njëkohësisht e di që kur nuk kalon kjo dhimbje. Por dua të them që jam e sigurt që nëse ato të dyja do ishin qoftë në këtë jetë dhe aty ku janë, sepse di ku janë shumë krenare për ty. Ne duam shumë që të bëjmë sonte të ndihesh sado pak mirë. E di që kjo është një humbje e pazëvendësueshme, por e di që do të bëj një vajzë më të mirë, më të fortë. Dhe pas kësaj situate që ti ke kaluar, Eliona, asgjë tjetër nuk do të të mposhtë. Tani mbledhin forcat që të dyja, se dhe unë e lëshova fare, por të ndjej sepse dhe unë e kam humbur njërin nga prindrit.
Kështu që hajde me mua në gaming. Elion, qëndro vetëm për pak qaste aty, mos shko ende në gaming. Okej. Ose vazhdo. Ti vazhdo ndërkohë dhe do lidhemi bashk aty. Sepse ndërkohë dua pak edhe të marr emocionet e banorëve tjerë, të cilët i pash pothuajse të gjithë përlotur dhe sigurisht nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Londrim? Londrim, më dëgjon? Nuk s'muj. Benita? Unë sinqerisht nuk e kom ditë për rastin e Elionës, po nuk më jasë dhimbje më ja kuptu, po paka shumë e kuptoj se unë e di vetë se me lidhë me mamin teme. Edhe shumë jam e prakt tepër. Se di. Para se të shkoj tek Eliona, doja të thoja vetëm diçka për ju dhe për gjithë që po na ndjekin. Ky është cikël jetë, fatkeqësisht. Fatkeqësisht, gjithsecili